Në qytetin e Pogradesit u organizua një aktivitet në nderim të hapjes së shkollës së parë shqipe 138 vjet më parë, më 14 mars 1887. Shkolla e parë shqipe u qel në Pogradec nga mësuesi patriot Koço Sotiri, vëllai i Pandeli Sotirit. Kontributin e madh për hapjen e kësaj shkolle ja kanë dhënë dhe vëllezërit patriot Ndini, Gjorgji Gusho dhe Sotir Gusho. Në vazhdim të traditave të rilindasve tanë, të cilët synojnë hapjen e diturisë në të gjithë shtresat e popullit, kanë punuar dhe mësuesit e tjerë të rrethit të Pogradecit dhe më gjerë. Në këtë ditë, Bashkia Pogradec në bashkëpunim me ZVA Pogradec organizoi shpërndarjen e certifikatave të mirënjohjes për punën dhe për kushtimin e mësuesve në pension, si dhe ata që ende kontribuojnë në fushën e arsimit. Takimi kishte për qëllim studimin dhe vlerësimin e traditave të mësimdhënies, duke treguar respekt ndaj mësuesve të nderuar dhe veprat e patriotëve. Mirënjohja ndaj tyre do të vazhdojë të shprehet në vazhdimsinë e punës së mësuesve të sotëm, të cilët trashëgojnë këto vlera nga brezi në brez.